Drejtori Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë Klevis Kanso e nisi këtë të premte ditën e punës me një takim të hapur me qytetarët, duke vendosur në qendër të vëmendjes problematikat që lidhen me furnizimin me ujë të pishëm në zonën e Nartës. Në ambientet e institucionit ai priti banorë të kësaj zone për të dëgjuar nga afër shqetësimet, kërkesat dhe sugjerimet e tyre lidhur me një nga shërbimet më jetike për komunitetin. Gjatë takimit u diskutuan vështirësitë që asin banorët në furnizimin me ujë të pishëm, sidomos gjatë sezonit veror, kur konsumi rritet ndjeshëm dhe rrjeti përballet me ngarkesën më të madhe. Drejtori Kanso u bëri të ditur se ndërmarrja po vjon punën për të përmirësuar infrastrukturën e furnizimit me ujë dhe për të garantuar një shërbim sa më cilësor për të gjithë banorët. Takimi u zhvillua në një atmosferë të hapur dhe bashkëpunuese, ku qytetarët patën mundësinë të parashtrojnë drejt për drejt problemet që i shqetësojnë, ndërsa morën edhe sqarime mbi masat që po ndërmerren nga Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë për zgjidhjen e tyre. Sipas drejtorit Kanso, komunikimi i vazhdueshëm me komunitetin mbetet një element kyç për identifikimin e problematikave dhe për gjetjen e zgjidhjeve konkrete. Klevis Kanso theksoi se bashkëpunimi me qytetarët është mënyra më e mirë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit, duke nënvizuar se çdo shqetësim i adresuar nga banorët trajtohet me seriozitet dhe ndiqet nga struktura teknike të ndërmarrjes. Sipas tij, investimet në rrjetin e ujësillësit, monitorimi i vazhdueshëm i situatës në terren dhe ndërhyrjet e planifikuara synojnë jo vetëm zgjidhjen e problematikave ekzistuese, por edhe parandalimin e tyre në të ardhmen. Drejtori i Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë ritheksoi se institucioni do të vijojë të jetë pranë qytetarëve, duke mbajtur takime periodike me banorët e zonave të ndryshme të qarkut të Vlorës, me synim rritjen e transparencës, forcimin e bashkëpunimit dhe përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit të furnizimit me ujë të pishëm. Mesazhi përcjell në këtë takim ishte se puna në terren dhe dialogu i drejt për drejt me komunitetin do të mbeten prioritetet me qëllim që çdo problematik të trajtohet në kohë dhe qytetarët të marrin shërbimin që meritojnë.